Një sfidë s'po mund ta kapërcej kur qysh e të dytën po e lyp. Vargu të dështimeve prej rrafsh 19 herësh për ta konstituar kuvendin, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti kërkoi t'i jepet fund duke ja votuar propozimin për krye parlamentare. E veç atëherë t'i bëhet një tjetër test, ai për ta bërë qeverinë, çka në këtë subjekt thonë t'i kenë votat për të. Edhe qeveria, edhe përbërja e qeverisë mund të dihet dhe kush janë ata që e votojnë me 61 vota. Prandaj, për të ardhur ajo fazë ne duhet ta kalojmë këtë. Kush janë deputetët që nuk i mbështesin për kryekuvendaren, por ndërrojnë mendje veç për qeverinë nuk u tregua. E sipas deputetëve të partive tjera, Kosoliqvënës as nuk ekzistojnë hiç. Po t'i kishte votat, unë jam i bindur që do ta shihni me zonjën Haxhiu. Nuk mund t'i ketë votat për qeverinë, të mos i ketë votat e njëjta për kryetaren e kuvendit. Testimi për t'ia bërë qejfin Kurtit thonë të mos jetë punë për ta. Ne nuk jemi këtu për të sfiduar, ne jemi këtu për të bërë zgjidhje. Këtu loj fjalesh, po e them edhe një herë, këtu janë të dëmshme edhe për vetë procesin. Nëse ai ka 61, pse nuk e zgjedh atëherë kryetaren ose kryetarin e kuvendit. Andaj, më shumë është demagogji, është populizëm sa për të shpërlar vetveten. As në propozimin e hapur për ta bërë Albulena Haxhiun kryetare kuvendi, e as në nismën për të kaluar në votim të fshehur, nuk u arritën asnjëherë më tepër se 57 vota.